Pushteti dhe opozita u përplasën për shkak të pohimeve të eurodeputetit dhe raportues për Maqedoninë në Parlamentin Evropian Tomas Vajc. Lideri i LSDM Zvenko Filipçi reagoi ndaj deklaratës së kryeministrit Hristijan Mickoski se nuk është në dieni për deklaratat e Vajcit dhe se raporti është antipodi plot i asaj që realisht po ndodh. Filipçi thotë se në vend që ta pranoj kritikën, kryeministri sërish hyri në mohim. Vajc eksplicitno vели дека не гледа сериозна посветеност на владата за реформите, особено во делот на владење на правото, со директна оценка дека во последната година не видовме никаков напредок во однос на евроинтеграцијата, ниту пак некаков напредок во делот на реформите. Известувачот Вајц јасно и недвосмислено ја критикува оваа власт поради блокирањето на европскиот пат на државата. Европа јасно порачува, нема напредок додека не се исполнат условите, а тоа вклучува и уставни измени. Lideri LSDM-s akuzon se derisa pushteti e bllokon rrugën evropiane dhe nuk dëshiron të zbatojë ndryshimet kushtetuese, gjysma e VMRO-DPMN-s, përfshirë edhe bashkëpunëtorët më të afërt të kryeministrit, kanë pasaporta bullgare. Nga VMRO-DPMN ndërkohë dolën me kundërakuza. Thonë se Filipçi dhe LSDM për pushtet janë të gatshëm ta shesin gjuhën, kulturën dhe identitetin maqedonas. Filipçi и СДС немаат проблем со тоа македонскиот јазик да е бугарски дијалект, Македонија да е дел од бугарската држава, Гоце Делчев, Питугули, Јане Сандански да се пишат дека се бугари, само да дојдат на власт и да крадат. Filipçi и СДС немаат проблем да бидат на услуга на бугарските власти и да ја шират нивната политика и да не убедуваат дека уставните измени се единствениот чекор што Македонија треба да го направи за да влезе во Европската Унија. Ndryshe, Vajc në një intervistë për Euronews Bullgaria paralemroi se pa ndryshime kushtetuese dhe reforma, Maqedonia rrezikon të mbetet prapa në rrugën drejt Bashkimit Evropian. Kryeministri nga ana tjetër, i pyetur për këtë, tha se një gjë të tillë nuk e ka dëgjuar nga Vajc, por krejt e kundërta, përkatësisht se raportet për Maqedoninë kanë qenë pozitive.